Receta me kos që zhduk rrullat nga fytyra brenda ditës. Kjo maskë do ju befasoj. Pa i hequr me ritën produkteve të kozmetikës që marrim në parfumeri, mund të ndihmoj me lëkurën tonë edhe me produkte të bëra vetë, me përbërës të thjeshtë dhe me kosto minimale. Të riktheni lëkurës shkëlqimin dhe t'ju dhuroni asaj energjit gjatë ditës për të hequr smogin, stresin, tani më është e mundur. Ja disa këshilla të cilat mund t'i kryeni në kushte shtëpie dhe rezultatet që do të merrni për lëkurën tuaj do t'jenë fantastike edhe në rigjenerimin e saj sipas Bright Side. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kosi është një aleat shumë i mirë për të kujdesur për lëkurën tuaj. Falet cilësive të tij qetësuese dhe hidratuese, përveç se ka aftësi antibakteriale dhe pastruese, duhet kujtuar se kosi ka aftësinë shumë të mirë për të aktivizuar përbërësit të produkteve me të cilët përzihet, duke u mundësuar atyre që të penetrojnë më mirë lëkurën dhe të ndihmojnë në rigjenerimin më të mirë të saj edhe evitimin e problemeve të rrullave. Vetëm kos të bërë në shtëpi në mënyrë natyrale mund të merrni përfitimet maksimale, për të evituar gjithashtu edhe produkte dhe aditive të ndryshëm të cilët mund të krijojnë vështirësi në lëkurën tuaj. Kosi, në kombinim me kivin, mund të përkthehet në një maskë natyrale për lëkurën tuaj dhe evitimin e problemeve të saj. Kivi është një frut i çmuar sepse përmban substanca të mira ushqyese, të cilat japin asaj një mbrojtje më të mirë dhe efikase. I pasur me vitaminën C, vitaminën E, ky frut përmirëson lëkurën, falë përmbajtjes së vetive antioksiduese në veçanti të vitaminës C, që e bën kështu lëkurën më të bardhë, më të shëndetshme dhe duke evituar kështu problemet e saj. Kivi ka cilësi të mira anti-inflamatore natyrale të cilat do të ndihmojnë në luftën kundër akneve dhe njollave dhe mund të përdoret edhe si një skrap i lehtë në shëndetin e lëkurës. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Merrni tulin e një kivi të cilën e shtypni mirë me një piru, më pas shtoni kosin dhe i përzirni derisa masa të jetë e njëtrajtshme. Pasi të keni larë fytyrën, aplikoni maskën e realizuar dhe e lini në fytyrë për të paktën gjysmë ore, më pas e shplani. Këshillohet që kjo maskë të aplikohet të paktën një herë në javë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike. Kombinimi i kosit me mjaltin. Gjithashtu mund të japë rezultate të mira në dukjen e lëkurës dhe parandalimin e problemeve të saj. Maska me kos dhe me mjalt është e mirë kundër rrullave dhe qetësimin e akneve duke u përzierë një lugje dhe kos me një lugë kafeje mjalt. E thjesht në përgatitje dhe me efekte të menjëhershme mund t'i ktheni shkëlqimin e munguar lëkurës suaj, duke evituar lodhjen, acarime dhe problemet e stresit. Kosi, në kombinim me arrën e kokosit, gjithashtu mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të lëkurës. Një maskë me një gjysmëtasi kos, një lugë gjedhe mjek kokosi dhe një lugë gjedhe mjet qiqërash. Jo vetëm që është perfekte për lëkurën mikse, por gjithashtu edhe me efekt skrabi evidentohet shumë më mirë vitaminat që ndodhen te qiqëra dhe kokosi që penetrojnë kështu thellësinë e lëkurës suaj. Lëreni maskën për vetëm 10 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të bollshëm dhe kështu do të keni një lëkurë më të tonifikuar. Kombinimi i kosit dhe kastravecit është i këshillueshëm në mënyrë të veçantë edhe për lëkurën e thatë dhe të skuqur. Kjo maskë gjithashtu është shumë e mirë për të gjitha llojet e lëkurës. Kastraveci është i njohur gjithashtu edhe për vetitë e tij hidratuese dhe qetësuese. Në bashkëpunim me kosin ka veti të mira ushqyese për lëkurën tuaj. Edhe në këtë rast, nuk ka nevojë shumë të përgatisni maskën, është e thjeshtë dhe mund të arrihet duke përzierë kosin me gjithashtu edhe me kastravecin. Koha e mbajtjes do të variojë në varësi të kushteve të lëkurës, nga 10 minuta deri në një gjysmë ore, dhe efektet që do të merrni do të jenë të menjëhershme dhe rigjeneruese për shëndetin tuaj të lëkurës. Kështu do të keni një lëkurë të shëndetshme, të mbrojtur dhe pa efekte që mund të shkaktojnë edhe rrullat e forta. Kosi në kombinim me limonin gjithashtu mund të shërbejë si një maskë natyrale për lëkurën tuaj dhe gjithashtu të mbroni problemet e saj. Për kë person që ka lëkurë mikse dhe të ndryshme, përdorimi i limonit është shumë i këshillueshëm. Shtrydhni gjysmën ose një limoni dhe e miksoni atë me kos.
Aplikoni maskën me lëvizje të lehta rrethore për të stimuluar mikroqarkullimin e lëkurës suaj. Sa më e ndryshme të jetë lëkura, aq më e thatë duhet të lihet dhe të veprojë maska. Rezultatet që do të merrni do të jenë të garantuara dhe gjithashtu do të keni një mbrojtje më të mirë të shëndetit të lëkurës suaj. Rezultatet do të jenë fantastike dhe lëkura juaj do të jetë gjithashtu edhe më e bukur. Kosi nuk është vetëm një produkt i shijshëm, por plot me vlera për të konsumuar kudoherë. Janë pikërisht këto vlera të cilat përmirësojnë shëndetin e lëkurës dhe zgjidhin gjithashtu rezultatet e tyre. Nëse e përdorni si maskë për lëkurën, pa nevojë të shtuar asnjë përbërës tjetër, kosi do të kthehet gjithashtu në një lëkurë ekonomike dhe të mrekullueshme. Mineralet, vitaminat që gjenden te kosi do t'i japin gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit të lëkurës suaj. Ka një arsye pse kosi jep lëkurës kaq shumë rigjallërim dhe gjithashtu shkëlqim të menjëhershëm, duke ju ndihmuar të keni një lëkurë më të bukur, më të shëndetshme dhe pa efekte që mund të shkaktojnë kështu edhe rrullat e para. Zinku, i njohur për vetitë anti-inflamatore, mund të nxjisë rigjenerimin e mirë të lëkurës, si dhe të balancojë gjithashtu edhe yndyrnat që shkaktojnë krijimin e akneve në të. Të gjithë e dimë se kosi përmban nivele të mira të kalciumit. Ky mineral është përgjegjës për hidratimin edhe për të patur një lëkurë më të bukur. Vitamina B nga ana tjetër bën të mundur mbrojtjen e qelizave të lëkurës nga radikalet e lira, të cilat nxisin prodhimin e yndyrnave të shëndetshme. Acidi laktik është një përbërës kryesor të kosit dhe gjendet me shumicë të produktet e lëkurës. Ai funksionon si një agent i mirë kundër rrullave dhe plakjes së saj, por veprimi kryesor i acidit është parandalimi i prodhimit të enzimave tirozinase, të cilat nxisin gjithashtu edhe prodhimin e melaninës. Kështu, lëkura juaj do të jetë më e bardhë, më e pastër dhe mbi të gjitha edhe më e shëndetshme. Por si mund ta përdorni kosin në dobi të lëkurës suaj edhe për ta mbrojtur atë? Mjafton një filxhan kafeje e hidhur 2 deri në 3 lugë çaj me kos edhe të përzjeni derisa të formohet një masë e trashë dhe një trajçme. Më pas e vendosni masën e përfituar në lëkurën tuaj. Dhe gjithashtu kujdesuni që të mbuloni zonat problematike si dhe qafën. Këshillohet që të lyeni fytyrën dhe ta masazhoni me lëvizje rrethore, por mund të nxjisni kështu më mirë qarkullimin e gjakut. Kosi do të fillojë të ngurtësohet brenda 5 minutash duke filluar që të krijoni një masë të mirëfillt dhe maska do të jetë efektive për dukjen e lëkurës suaj. E lini për të paktën 15 minuta dhe më pas mjafton ta njomni duart me ujë dhe përsëri të fërkoni fytyrën derisa shtresat e kosit të thërmohen dhe të largohen plotësisht nga lëkura juaj. Rezultatet që do të merrni në këto situata do të jenë fantastike. Kështu do të largoni qelizat e vdekura dhe papastërtitë të cilat janë akumuluar në poret e lëkurës gjatë ditës. Kosi përmban edhe bakterie të cilat luftojnë në të gjitha papastërtitë në lëkurë dhe kontakti i saj mund të jetë një mbrojtje më e shëndetshme e lëkurës suaj, citon Brightside. Po kështu ju mund të parandaloni krijimin e ndryshëm të akneve si rezultat i infektimeve të poreve, gjithashtu që mund të vinë nga problemet e papastërtive në lëkurë. Më pas e shplani fytyrën me ujë të bollshëm dhe e fshini atë me një letër ose me një peshqir. Nëse keni fytyrë të ndjeshme, sugjerohet thjesht të shplani fytyrën me ujë të bollshëm. Sa më shpesh të përdorni kosin në maskat e lëkurës për fytyrën tuaj, më shumë përfitime prej saj do të keni në shëndetin e lëkurës. Kështu rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike, rigjeneruese dhe mbi të gjitha do të keni një lëkurë më të shëndetshme. Ndërsa për ata që kanë një lëkurë të thatë, mund ta përdorin 2 ose 3 herë në javë kosin në maskat e tyre dhe rezultatet që do të merrni në këto situata do ta bëjnë lëkurën tuaj të duket më e shëndetshme, më e mbrojtur dhe do të ketë gjithashtu më pak probleme të saj. Ekspertët cilësojnë se maskat me kos të realizuara në kushte shtëpie do ju ndihmojnë të keni një lëkurë më të shëndetshme, më të mbrojtur dhe pa shpenzuar shumë para mbi të gjitha. Por nëse keni një lëkurë vërtet të acaruar, duhet të konsultoheni me ekspertin për të bërë edhe përzgjedhjen e produktit dhe maskës që ju përshtatet më shumë. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.